Arkësa në Mongolinë e Brendshme të Kinës Veriore është një nga rajonet kineze më të prekura nga shkretë tillëzimi. Por në sytë e Mayenweit, ky vend ka një peizazh tjetër. Perëndimi i diellit këtu është vërtet i bukur, i ndryshëm çdo ditë. Përshëndetje të dashur miq, protagonisti i programit të sotëm quhet Mayenwei, një i diplomuar me titullin master në ekologji nga Universiteti Pedagogjik i Pekinit. Pas diplomimit, ai nuk qëndroi në Pekin, por erdhi në këtë shkretë të tir dhe ka punuar si fermer. Gjëja që duam të bëjmë më shumë është ta kthejmë tokën që mund të kthehej nga shkretë të tjera dhe ta shndrojmë atë në fushë pilore. Ky mund të jetë vizioni ynë për të ardhmen. Le të kthehemi në vitin 2005. Në atë kohë, Mayenwei ishte ende në shkollën pas universitare. Një email e rekrutimi vullnetar e bëri atë të dëgjonte për Arkësa për herë të parë. Kur studioja, erdha këtu për të qenë vullnetar. Mendoj se nuk më pëlqenin qytetet më tha atëherë. Pasi mbrita në Arkësa, qëndrova në shkretë të tjera në Tenger për 1 muaj. Kjo përvojë mbolli një farë në zemrën e tij. Në vitin 2005, po bisetonim me miq në obor, duke folur për ëndrat tona pas 40 vjeç. Të gjithë menduam se pas të 40-ve duhet të fillonim një fermë. Pas diplomimit, ai punoi në një organizatë me interes publik në Arkësa. Gjatë 10 viteve, detyrat e tij u shndruan nga projektet e frontit të parë deri te drejtori i projektit. Por një ditë, ai e gjeti veten që ishte më larg nga toka. Në vitin 2015, ai dha dorëheqjen. Pudhë shkretë të tirës Tenger, ai mori me qira një fushë eksperimentare prej 40 mu. Shumë shpejt, i vendosëm fermës sonë emrin Zhiliangtian. Marrja me bujqësi në shkretë të tirë është një ëndër e bukur, por sa e vështirë është për tu realizuar. Toka këtu 40% është rrë, pothuajse pa lëndë organike. Një përbjekje të madhe e kemi bërë për përmirësimin e tokës. Mayenwei përtor bajka lopësh dhe delesh nga zonat paritore si pleh, duke shmangur prehra kimik. Edhe pse efektet janë të ngatarta, kjo metodë mund të ringjallë vazhdimisht të tokën. Më i çmuar se toka është uji. Ujërat nëntoksore në Arkësa po mbi shfrytëzohen. Zgjidhja e Mayenweit ishte përdorimi i ujitjes me pika. Ka një vrim për çdo 10 cm dhe pikat e ujit pjen pik pas pike. Përdorimi i kësaj metode ujitjeje me pika kursen më shumë se gjysmën e ujit. Ujitja me pika kursen 60% më shumë ujë sesa ujitja zgjeruese. Ndërsa mbjellja e melit në vend të misrit mund të kursej 30% deri 40% të ujit. Meli në vetvete mund të përbalojë më shumë thatësirë. Çdo vit kemi plane të ndryshme mbjelleje. Meli dhe piepri janë bimë tona kryesore të prodhimit. Në Arkësa, rrezet e diellit të mjaftueshme dhe ndryshime të mëdha të temperaturës midis ditës dhe natës rezultojnë në një piepër më të ëmbël. Çdo piepër mund të përmirësojë rreth 1 metër katror tokë të shkretë. Sfidat teknike u kapërcyen njëra pas tjetrës, por ajo që me të vërtetë shqetësonte Mayenwei nuk ishte toka apo uji, por parat. Në Kinë, me butësinë organike, nuk mund të arrihet lehti i ashtu shvajturi ekuilibër financiar, sepse kapaciteti prodhues është i ulët. Që nga fillimi i marrjes me bujqësi, vazhdonim të humnim bara, aqsa në fund, shita shtëpinë. Gruaja e Mayenweit, Li Bei, gjithashtu la punën e saj dhe solli fëmijën e tyre në Arkësa. Të dy janë të dashuruar dhe gjithashtu partner. Presioni i menaxhimit, edukimi i fëmijëve, distanca midis anëtarëve të familjes, të gjitha këto janë njësoj si bujqësia, kërkojnë durim. Mayenwei thot se shkretë të tirat në vetvete nuk janë të frikshme. Ajo që është e frikshme është shkretë tillëzimi. Ajo që duhet të menaxhuar gjithmonë është shkretë tillëzimi, jo shkretë të tjera. Nga 40 mu në 260 mu,
nga një person në fermerët e fshatrave përreth. Me kalimin e viteve, ai ka ndihmuar fermerët përreth të ndryshojnë metodat e mbjelljes në mbi 1200 mu tokë bujqësore. Dikush e pyeti Ma Yen-wei: "A jeni penduar?" Ndjehem shumë i lirë. Ndoshta mund të ngesni në ndonjë hap dhe shpeshherë duket e mundimshme. Por perspektiva është ende mjaft e hapur. Vazhdoni të esni përpara, do të ndiheni më të lirë. Ata që e kanë tokën pjellore në zemër, mund të prodhojnë në fusha pjellore kudo. Po ju, ç'i mendoni për historinë e Ma Yen-weit? Ma thoni te komentet.